E kur shohim ngjarje të cilat shpesh ndodhin pa parashikim, sikur ngjarjet që munden me ndodh në reality show, sikur ajo e të shtunës, ku një personazh ka ndodhur diçka, e pas diçka që e ka godit dikush dikon. Vërtet goditjen e pas, po si isha kush, çka ka në goditje, mu dok ai tjetri si femën, të një mora vesh që s'ke femën. Po dhe? Të shtunën në prime time, në kohën e gjysmë finales Big Brother Albania, VIP Albania, pas largimit të një personazhi prej lojës, bazë të disa provokimeve, kur je pjesë e lojës kime i pranu edhe provokime deri në sekondin e fundit, edhe një prej tyre që ka qenë edhe gjatë tërë kohës agresive dhe është largu fillimisht para disa mujve prej ndeshjes është këty prap, këto e që është je krejt lojës, s'kemi nevoj me i përmend, po që ka është të rëndësishme, ky personi e godet një prej fenomeneve të këti Big Brotherit, Gjestin, edhe e rëzon tokë. E që ka bo, kush është që këtë Gjesti? Që ka bo kjo në njetë? është artist. Artist? është artist prej Kosovës. Që ka banë? Qëfar artisti, se e ki piktor? Këngëtar. A ka naj kong të njoftën që e dhe naj kush? A ka naj kong? Artist. A ka naj kong? Rap artist që këta... Të vëdhën ai fenomeni Big Brother e bu këta spedin, po ka ndyshime është repera, është këngëtar kështu ta mënë, të më thonë qash? Rap, të më thonë, reper ko ka. Edhe që ka naj kong njoftën që ka mujtë me një kush. Ma herët nuk është që është ndëgju kështu shumë në për klube, nuk është që është ndëgju shumë në për kafe, nuk është që i kanë lëshu shumë kongët e ti, po besoj që plët i kanë ndëgju kështu se ka miliona klikime në kongët e ti, e tash, prej që është bo, fillimisht pjesë e Big Brother Kosovës, ma ndej ka kalu me njëherë, pas eliminimit në Kosovë, me njëherë është bo pjesë e Big Brother VIP Albania, po besoj që fama e ti ka rinë kufi të jashtë zakonshmës. Edhe pas Big Brother ko me pas, po besoj një karrierë shumë atë sukseshme se ajo që e ka pas. Edhe një përkraje, sepse është shumë pozitiv, shumë i pasër, i sinqert, provokativ deri në limite, po besoj që kur je pjesë e një formati t'il që ajo duhet me kohën për me arrit me fitu, edhe një si shumë durimtar për kundër fyrjeve, ofendimeve, prekjes fizike, gjithë shka tjetër, e adet i kaloj gjithë shka limitet, sepse goditja me shuplak e fuqishme, sa e rëzojnë tokë, pat probleme me u këthjel njëherë, gjithë shka ndodhi në sytë shikuzve, gjithë shka ndodhi live, edhe ke normale krejt ka në shok ata që në kontë e përfjell. Kër pishot do postime drejtësi për ase, si më konë komedi qëfar, adën, si me thonë, drejtësi për Gazan, adën që kanë dekë sa njerëz, adën që ka... Për këta kesh të thonë, kur ka gjana që ndikojnë thellësisht mirëqenjen tone, nuk ka një qësi vëmendje kaq të madhe, nuk ka një qësi ndërgjegjësimi kaq të lartë. Ose kur ndodhin edhe, se jemi heret mëngjes, po dhe kur ndodhin vrasje shumë dhe, nuk ka ndërgjegjësim deri në qëtë pik, reagim të menjëhershëm deri në këtë pik, nuk ka postim të videove pandal me përkrahje, nuk ka kërcnime deri në pikën që ka pas kërcnime rreth. Nuk po du me arsytu asë njonin veprim në asë një moment, jenë gjana që ju takojnë dy personave në fjallë. Na jemi pjesë, na jemi shikus të këti formati, por nuk i të bëjshti kur gjë me ta. Ata janë që fitojnë, ata janë që humbin, ne jemi që ka humbim kohë tu i pa, ose fitojnë momentet mira që sharake që ka do qofshin ato. Shprehjet cilat personin fjalli ka përdore dhe ma heret, kanë qenë tranda sidomos për një Kosovar, sepse prekim komplet popullin Kosovar, sepse ka qujt me një titull që nuk quhet dikush prej Kosovës, ka krahasu me një fmi të serbëve, po forma që she ka formulu atë pjesë dalën shumë prej mënyrës butë që shjom të e formuluon, edhe për atë besoj që është edhe një lloj urrejtje e Kosovarëve ndaj atij personi, Jozit,
Po, çështja e krejt kësaj pse e përmenda nuk është çka ka ndodhur të shtunën, sepse janë merr masa, tashmë merret policia, merren mjekët me gjendjen e Gjesit edhe gjithçka tjetër. Po çështja e njerëzve dhe çfarë kulture të reagimit kemi ne. Po besoj që krejt e kam përjetuar se ka qenë jo shumë e hishme edhe e dhimbshme me e pa, po reagimi mandej edhe format e kërcënimit edhe që ai person nuk ka çka kërkon në Kosovë edhe kush e ka godit? Kush është ai që ka godit? Kojt është ai? I Lajçit. I Shqipërisë, domethënë. Po, i Shqipërisë ai. Është këngëtar në Shqipëri. Edhe ky është këngëtar në Kosovë. Po gjithmonë ai është vrejt për inatin, për mos përmbajtjen e vetës në shumë situata e gjithçka tjetër. Po prapë du me këthi fokusin të ngjarja, po du me këthi fokusin tek njerëz, tash që pas ke pa dhe të drejtësi për Gjestin, me Gjestin. Ka pas persona që kanë shku... postime pa lidhje edhe dyshysh, kur i pash një postim një njeri për shembull që e kom vlerësu pak ma shumë si njeri, i kom dyshysh se di, i vlerësojsha ma shumë si njerëz do që kur i shish atoni me postim, adin me statuse, jo po me kësi historie në Instagram e sene për që të sen, atëherë, kjo ke e madhe dhe unë që dita kur e pash dikon të e goditu, në thash, adin, nale, thash, mokët, edhe unë e prita, thash, e nalë e kush e dënon produksionin edhe e nalë transmetimin për një kohë caktume edhe... Transmetimi unë dalë me njëherë pasi që e largun live prej... Me vendim gjyqit, dhe më thonë, me ndalë transmetimin që kjo show nuk ka e arin qëllimin e vetë, pe arin këtë kundërtan, pe shkel ligjin qëton, edhe po bën qështu, edhe ose e dënon me një shumë maramense, dhe më thonë, të madhe produksionin, po Top Channel së unë e dënon kërkush se ata janë nështë ama të forë se qeveria. Nuk e di, unë po thëmë, shkakuj i ngjarjes që ka ndodhë, unë dalë transmitimi, filloj transmitimi, u mërë policia me qështjen, që ka ndodhë është tepër, unë po thëmë, nuk ka qenë ndjenjë e mirë fare se jemi konë të e shiku live, edhe ka ndodhë qaq pa pritë, so besëm që s'ke pas ko me pa, edhe me vrejt deri momentin që është shpërndo mandej shumë me të madhe dhe në rrjetet sociale, edhe jo rastisht e ka marrë këtë përkrahje, sidomos pas veprimit, sepse ka qenë pa përgadit, ka qenë shumë në mënyrën provokative deri në sekondat e fundit nga ana e Gjesit, sepse forma e tij është ajo, unë këmë ta hop derën, i tha, edhe këta kërkush nuk ma hop derën mu, edhe ma ndej... A the kena i kush mirja ka bo se kjo e provokaj? Jo, po po besoj që dikush prej Shqipëris për krasit e Jozit ka pas momente të tilla dhe komente të tilla, po për ndryshe, jashtë atyre personave, që janë një grup shumë i vogël, besoj, ka pas përkrahjet jashtëzakonshme, më po thëmë, përkrahjet jashtëzakonshme ka pas prej mbarë artistave, prej njerëzve që kanë ndikim, ka pas reagimet mëdha dhe prej njerëzve që s'kanë të bëjnë me muzikën, po janë fytyra publike, edhe që besoj kanë një lloj ndikimi tek njerëzit, po hiç